Fituesja e shorteu të tregut Miss Mobil shpreh vlerësimin për ambientet që pronari i këtij tregu ka krijuar si për shitësit dhe për blerësit. Gjithashtu, ajo pohon se nuk e mendonte që nga blerja e 3 artikujve me një vlerë modeste do të fitonte një dhuratë me një vlerë të konsiderueshme, siç është dhe minibari i fituar prej saj. Atëherë, morëm vesh që po hapet një treguri në qytetin e Fierit, edhe tham të blinim diçka. Erdhëm këtu dhe morëm vesh për shorteun, i cili ishte nëse mirë një diçka mbi 10.000 lekë. Mirë një kupon, ky kupon këtu, i cili të bënte fitues për një nga dhuratat aty, me fjalë mbajtje rrobash, gjëra të tilla. Ne atë ditë morëm 3 kupona, morëm 3 artikuj të ndryshëm, edhe morëm dhe 3 dhuratat ashtu. Në këto dhuratat mirë edhe një kuponin e hidhje këtu, lidhe numrin e telefonit për të bërë fitues një dhuratë akoma më të madhe. Ishte një minibar edhe një palë koltuqe. Nëse mirë një artikull mbi 10.000 lekë, e mirë kuponin. Fituam një minibar. Ky është minibari të cilën fitova nga një kupon i thjeshtë. I them njerëzve blini sa më shumë se do të fitoni. Atëherë ju nga ishi? Jemi nga qyteti Patosit.